Edhe pse nga Zaubermaher dhe ndërmarrja publike komunale në Tetov u mundsua grumbullimi pa pagesë i mbetjeve inerte, madje duke i marrë ato në çdo anvisri. Disa banor të pandërgjegjshëm vazhdojnë dhe më tej të hedhin mbetje inerte jashtë kontenjerëve. Duhet të kenë pak më tepër angazhim, thotë se nuk shoqë. Fugin kanë bërloqet edhe askush s'është i gatshëm të afroje. Redovno se diga, mislim, đubret od kontinjeri, međutim ima nesovjesni što mnogo otpad šutvarlja oko kontinjerit. Ile që redovno čista. A gradot kao grad ne je čist. Përgjithësi jo, se ka të shkoj bërloket për udhe, nuk është e në rregull. Krahasim me vendet tjera. Nuk mendoj sa është shumë i pastër, mos tham jo i pastër. Ndërkaq kreu i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, hodhi poshtë zërat se komuna kërkon 1000 denar për bartjen e mbetjeve. Ne vazhdojmë të kemi një dukuri jo të këndshme nëpër qytet, veçanërisht pranë kontenerëve ku qytetarët hedhin çdo lloj të mbeturinave. I përkujtoj edhe një herë qytetarët që Komuna e Tetovës me vendim të Këshillit, gjitha mbeturinat jashtë atyre komunale të përditshme vinë deri në shtëpi ju a merr pa asnjë pagesë. Nga ndërmarrja publike komunale thonë se do të nisë aksion për kapjen e personave që hedhin mbeturinat inerte nëpër rrugë, ndërsa po ashtu paralajmërohen edhe padi. Kemi edhe qytetarë të pandërgjegjshëm të cilët i hudhin rreth kontejnerëve, ku neve na paraqesën si problem shtesë. Mirë po do kisha bërë një apel të qytetarët se do ketë një inspektim nga ana e inspektorëve komunal, do të bëhen fotografime dhe do të kenë padi penale ato të cilët do të takohen duke hudhur mbeturina inerte. Në ndërkohë edhe nga Zaubermaher u caktua një vend për hedhjen e mbetjeve inerte, edhe atë pa pagesë. Mjafton që qytetarët të kenë të paguara faturat e fundit të mbeturinave. Pikat më kritike në qytet, ku hidhen më së shumti mbetje inerte, janë lagjet jashtë qytetit, ku dhe kontrolli i inspektoriatit është më i dobët.